Pas humbjes së zgjedhjeve të përgjithshme të 11 majit, Partia Demokratike në Vlorë do të unifikojë qëndrimet me qendrën dhe do të nisë një analizë të thellë për të parë se çfarë nuk shkoi edhe brenda saj. Me të pritur rezultatin përfundimtar dhe apelimet, do të zhvillohet analiza deri në nivelet më të larta. Kështu deklaron për televizionin 6+1 Vlora, kryetari i Partisë Demokratike të Vlorës Hysni Shara. Me të pritur rezultatin përfundimtar, kryerjen e procedurave ligjore për ankimimin në organet përkatëse, në KAS edhe në Kolegjin Zgjedhor, Partia Demokratike do i nënshtrohet një analizë të thellë për shkaqet dhe arsyet dhe për të analizuar dobësitë që sollën në këtë rezultat, pavarësisht manipulimit të votës, pavarësisht blerjes së votës, pavarësisht përdorimit të administratës publike në mënyrë masive, organizma të pavarura ndërkombëtare, të cilat nuk marrin ato që thot Partia Demokratike, deklarojnë për shembull që administrata e tej fryr i kushton Shqipërisë të paktën 300 milion euro në vit, të cilat janë para që mungojnë për pensione të themi apo për investimet kapitale. Gjithsesi, thënë këtë, ne do të bëjmë analizat nga struktura bazë, nga seksioni deri në nivelet më të larta drejtuese të partisë. Shara thekson se denoncimet do të vijojnë, por jo vetëm kaq. Demokratët dhe opozitarët janë duke shqyrtuar edhe mundësinë e zhvillimit të protestave. Kryetari i Partisë Demokratike të Vlorës Hysni Shara thekson se analiza do të nënshtrohet edhe leadershipi i kësaj partie. Denoncimet do të vazhdojnë sepse ne nuk kemi pse të ndërpresim denoncimet, ne i kemi bërë gjatë fushatës elektorale, i kemi bërë edhe ditën e zgjedhjeve dhe do vazhdojmë t'i bëjmë përsëri, t'i përsërisim e t'i theksojmë. Por siç e thash, analizës do i nënshtrohet të gjithë, që nga antari më i thjeshtë deri te leadershipi. Dhe përderisa këtë e ka thënë vetë kryetari i Partisë Demokratike, unë nuk kam çfarë t'i shtoj më, sepse është deklaruar dhe publikisht. Partia Demokratike e Vlorës do të jetë në unison me Partinë Demokratike Shqiptare për çdo hap që do të ndërmerret, por veç denoncimit dhe asaj që e cilësojnë si farsë elektorale, do të analizohen edhe vetë problemet brenda Partisë Demokratike dhe opozitës në prodhimin e këtij rezultati.